Nën kryetari i Partisë Demokratike është kundër idesë së kryeministrit Edi Rama për reduktimin e numrit të deputetëve të Parlamentit të Shqipërisë nga 140 që ka aktualisht në 100 deputet. Në një intervistë për Vision Plus, Bylluk Bashi, i cili është edhe bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore, bën në duke se ideja uljes së numrit të deputetëve nuk është e re, por një ulje kaq drastike do të vriste pluralizmin. Konkluzioni i parë që del nga zhvoglimi i numrit të deputetëve është që do të zhduken ose pothuajse zhduken partitë e vogla. Dikush më thotë ç'na duhen partitë e vogla. Pasojë është do të zhduket pluralizmi brenda parlamentit. Dhe mundësia që qeveria të jetë në dorën e vetëm një kryetar partie është shumë e lartë, e përjedhoi edhe autokratizimi është shumë i mundshëm. Besoj që Shqipëria ka ende nevojë për pluralizëm parlamentar, që ata që formojnë qeverinë të kenë nevojë të bëjnë koalicion në mënyrë që koalicioni ta mbajë në shina. Sigurisht. Tashmë që Komisioni i Reformës Zgjedhore ka nisur punë, Bylluk Bashi shpjegon se Partia Demokratike do të këmbgul për një sistem të ri zgjedhor. Nuk është aq e rëndësishme për një sistem zgjedhor vetëm kush do të zgjidhet. Pra zgjidhet A dhe nuk zgjidhet B nëpërmjet një liste të hapur, të mbyllur apo mazhoritar. Është si funksionojnë zgjedhjet dhe kush janë ata që marrin mandatin legjitim për të bërë qeveri. Më pas sigurisht janë dhe elementet e tjera. Po ky sistem siç është, ky duhet iki menjëherë. Ojert Bylluk Bashi ka përsëritur nevojën për një sistem të ri zgjedhor prej vitit 2020, kur marrëveshja 5 qershorit u shkel nga Partia Socialiste, e cila ndryshoi në mënyrë të njëanshme sistemin elektoral. Fakti që ky sistem duhet iki, sigurisht e bën çështje prioritare për sa na takon ne, dhe në çdo rast ne do të vazhdojmë të ngulim këmbë rikthimin e koalicionit siç ka qenë dikur. Për te nevojës për një sistem të ri zgjedhor, për Partinë Demokratike kanë rëndësi rekomandimet e OSBE Odirit, veçanërisht në lidhje me keqpërdorimin e burimeve shtetërore. Shteti ka pushtuar zgjedhjet, Partia Socialiste është kthyer parti shtet dhe ne duhet gjejmë mekanizmat për ta frenuar këtë gjë, për ta zbërthyer dhe ta bërë inefektive dhe për të vënë dhe penalitetet gjykojë edhe të nivelit penal. Por sipas bashkëkryetarit demokrat Komisionit Reformës Zgjedhore Ojert Bylluk Bashi, Shqipëria mund të realizojë një reformë zgjedhore konsensuale vetëm nëse ekziston vullneti politik nga mazhoranca socialiste, për të respektuar marrëveshjet e për të mos përdorur fuqinë e kartonave në parlament për të ndryshuar në mënyrë të njëanshme kuadrin ligjor për zgjedhjet.